Dashi, fundjava nis me ritëm të lartë. Një telefonat ose ftesë e papritur mund të ndryshoj planet. Mos refuzoni aventurat e minutës së fundit. Demi, më në fund vjen momenti për të lënë pas stresin e javës. Financat janë sinjale pozitive dhe një lajm i mirë mund t'ju pushtesh pas dite. Pinjakët, jeni në qendër të vëmendjes. Miq do t'ju kërkojnë për dalje, takime dhe aktivitete. Një njohje e re mund të ndesë shkëndija. Gaforia, dita sjell qetësi emocionale dhe mundësi për të kaluar kohë me njerëz që doni. Një mundësi familjare u mbush me gëzim. Luani, fundjava nis me energji fitimtari. Një projekt, ide ose plan personal merr mbështetje që prisnit. Në dashuri emocionet shtohen. Ygjëresha, një problem që u ka shqetësuar gjatë javës fillon të zgjidhet. Mbrëmja favorizon daljet dhe takimet me miqtë e vjetër. Peshorja, fati ju ndjek në çdo hap. Një mundësi e papritur për argëtim ose udhëtim mund të shfaqet në momentin e fundit. Akrepi, dikush mund t'ju surprizojë me një propozim interesant. Mos qëndroni të izoluar pasi fundjava nis me energji sociale. Shiqetari, adrenalina rritet, është dita perfekte për të organizuar një udhëtim, një dalje apo një aventurë me miq. Ricjapi, puna mbetet pas dhe vëmendja kalon tek kënaqësitë personale. Një lajm pozitiv financiar mund t'ju vendosë në humor të mirë. Ujori, një nga ditët më të bukura të javës, njohje, komunikim dhe surprizat do të jenë pjesë e pandashme e ditës suaj. Peshqit, romanca dhe argëtimi kombinohen në mënyrë perfekte. Një person i veçantë mund t'ju bëjë të buzëqeshni gjatë gjithë mbrëmjes.